Arrestohet Aldo Avdylaj, nipi Astrit Avdylajt i shpallur në kërkim për organizimin e atentatit ndaj Edmir Bregu. 37 vjeçari ishte shpallur në kërkim pas operacionit të SPAK në 2 tetor ku godit grupi Rumit të Shiakut. Ai akuzohet si organizator dhe bashkëdrejtues i grupit kriminal që ekzekutoi Edmir Bregu në vitin 2021 në Durrës. Mësohet se ai qëndronte i fshehur në një apartament pranë kopshtit zoologjik në kryeqytet. Gjatë momentit të arrestimit të tij, i është gjetur një armë zjarri tip pistolet. Në arrestimin e tij kanë marrë pjesë forcat speciale Renea dhe operacionalja. Pak javë më parë, SPAK zbardhi vrasjet dhe atentatet e këtij grupi kriminal pas zbërthimit të aplikacioneve të koduara që përdornin duke arrestuar disa prej tyre dhe shpallur në kërkim drejtuesit e grupit. Aldo Avdylaj akuzohet nga GJKO për veprat penale, vrasje me paramendim, kryer për akmarrje, pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale të kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, si dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe i municionit. Materialet procedurale për rastin ju referuan SPAK-ut për veprime të mëtejshme, Timora.